nuk është normale me prunë sot lindjes me stimulus në gjitë. Qysh pse? Edhe di që ma kanë hik stimulusin, edhe mataj ma veç ka fillu pia, u kanë rrezik jeta e dyve. Edhe mas ndej më kanë qenë në salë operacionit, ato mataj, po edhe në salë operacionit, kër më kanë qenë me stimulus në gjitë. Do më thonë stimulusi direkt u duf mu hik, se ma lindja normale nuk është e mundshme. Edhe stimulusi është për me ti shpeshtu dhimbt, po. Edhe prap ti edhe pse kesh u vendos, do me thonë, U vendos. Lindje me operacion, Po. prap e ki pas stimulusin. Po, nuk ma kanë hik. A kanë haru, a çka u kam puna, nuk e di ato. Veç e di që kur kom shku në salë lindjes për me marë, për me bë operacionin, e me marë atë neksin në shpinë, s'ku mujt me nejt, se du të me nejt qet, du të me nejt trupi i relaksum, unë s'ku mujt me nejt. Nuk e di as që kam bë, as nuk e di. Veç e di që kur jam shtri për me kry operacionin, unë të mkon jam kanë të pas dhim te për të maja, të mos mujt me kontrolu vetën. Edhe që ato e di që një doktor edin e ka pa, që në dorë jam të marrë diçka, ka pyt ato doktorishat qaj, edin qaj keni dhanë. Aja kanë thonë që me që ta uarë, nuk e di që është të marrë, kër e kanë pa që është stimulus, ma kanë largu me herë, edhe e di që ka thonë doktori, nuk është normale me prunë sot lindjes me stimulus në gjitë. Qysh pse? Edhe e di që ma kanë hik stimulusin, edhe mataj ma veç ka fillu pia, prerja, edhe... Pastaj nuk mban Jo, mas nej s'kom pas ma dhimbë, na i më kanë e pim.